programi Prekja me Dr. Charles Stanley, duke ndarur ngjillin në mbar botën. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni mençuri për sprovat e jetës. Një nga pyetjet që bëhet më shpesh është kjo: pse Zoti, i cili është një Atë i dashur, lejon që fëmijët e tij të kalojnë sprova kaq të tmerrshme, të dhimbshme, sprova pikëlluese? Pse e bën ai këtë? Them që ai është i gjithëpushtetshëm dhe që është Perëndia i dashurisë. Dhe nëse është Perëndia i dashurisë dhe i gjithëpushtetshëm, që do të thotë se është i plot fuqishëm, atëherë duhet na dojë mjaftueshëm dhe të mos i lejoj këto. Dhe nëse ai na do me të vërtet, pse i lejon atëherë që të ndodhin? Apo thjesht ndodhi? Mos vallë krijoi gjithçka e u largua dhe i lejon gjërat të ndodhin, apo ai ka lidhje me gjithçka që ndodh? Për shembull, më shkon mendja te tornadot, përmbytjet, hidhërimet, barrët dhe sprovat që kalojnë njerëzit. Ku është Zoti në të gjitha këto? Dhe ka një përgjigje në fjalën e Perëndisë. Është i vetmi vend ku mund të gjeni përgjigje të vërtetë. Njerëzit kanë lloj-lloj përgjigjesh, ata thonë po Zoti e krijoi botën dhe pastaj u largua dhe e la që të vazhdonte si të donte vetë. Disa të tjerë thonë po nuk e di se ç'ndodh, nuk po bën asnjë ndryshim, gjërat thjesht ndodhin dhe ne jemi viktima në një farë mënyre. Po ky nuk është një qëndrim i paqët, qetësues dhe ndihmues, miqtë e mi. Por çfarë thot fjala e Perëndisë për sprovat me të cilat përballemi unë dhe ju? Unë duaj që t'i hapni Biblat tek Jakobi kapitulli 1, sepse ai e trajton gjithë çështjen me përballjen me këto sprova në jetën tonë dhe si të përballemi me mençuri. Nëse nuk do t'isha besimtar, kur filloj të lexoj për herë të parë, do të lexoja vargun e dytë dhe do të thoja mos më përfshini mua, sepse këtë s'mund ta bëj dot në asnjë mënyrë. Pra le të shohim tek Jakobi kapitulli 1. Pastaj dua që të vëreni që ai flet për 3-4 gjëra të ndryshme, por që po flet për të njëjtën gjë. Jakobi, shërbëtor i Perëndisë dhe i Zotit Jezus Krisht të 12 fiseve të shpërndarë nëpër botë, përshëndetje. Më pas flet për të gjithë hebrejt që janë zhdukur dhe shpërndarë në të gjithë botën për shkak të robërisë e kështu me radhë. Pastaj ai thot: ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, duke ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri, dhe qëndrueshmëria të kryejë në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot pa asnjë tëmet. Por nëse ndonjëri nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t'i jepet. Por le ta kërkojë me besim pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe përplas era. Dhe ky njeri të mos pandesë se do të marrë diçka nga Zoti, sepse është njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në gjithë rrugët e veta. Dhe vllai më i poshtëm le të madhështohet në lartësimin e tij dhe i pasuri në uljen e tij, sepse do të shkojë si lule bari. Pra një ditë do t'i vi vdekja. Në fakt, si lindi dielli me të nxehtit e tij dhe e thau bari, dhe lulja e tij i ra dhe bukuria e pamjes së vet humbi, kështu do të vishket edhe i pasuri në udhën e tij. Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur deli aprovuar, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Zoti u premtoi atyre që e duan. Tani, siç e thash, duket sikur po flet për 3 ose 4 gjëra të ndryshme, po s'është kështu. Dhe në këtë pjesë të parë të kapitullit, ai bën një deklaratë, që mendoj se shumica që e lexon për herë të parë ose mbase për të disatën herë do të thoshte pa prit pak. Në vërtet po thot ai që duhet të jem i gëzuar kur unë kaloj sprova nga më të ndryshmet? Me fjalë të tjera, le ta themi kështu. Sprova, ose le ta themi më mirë kështu, sprova dhe lot. Sprova dhe dhimbje, sprova dhe barr, sprova dhe refuzim, sprova dhe vuajtje, por sprova dhe gëzim, këto të dyja nuk shkojnë bashkë. Nuk shkojnë bashkë nëse nuk kupton pikpamjen e Perëndisë për kuptimin e jetës. Prandaj kur shoh këtë kapitull dhe kuptoj që këtë po na thot dhe po na i thot në mënyrë të qartë dhe specifike, ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur jo nëse ndodheni, por kur të ndodheni përballë sprovash. Dhe kur ai thot, vini re, sprovash nga më të ndryshmet, ai përmbledh të gjitha. Të gjitha llojet e vështirësive, problemeve dhe sprovave që njerëzit kalojnë. Ai thot, kur ju ndodheni përballë, kur ndodheni do thot që ato sprova do të vinë. Me fjalë të tjera, ndonjëherë një situatë e papritur, jo domosdoshmërisht diçka që e keni sjell vetes. Kur ta gjejmë veten kështu,
thot që të gëzohemi, dhe kur flet për gëzim nuk po flet për lumturi apo ndjesi kënaqësie. Ai po flet për një ndjesi të brendshme qetësie, qaftësie dhe paqësie dhe sigurie, që është shumë më tepër se të duar të rukasim dhe të themi që jemi të lumtur që po kalojmë këtë sprovë. Nuk e ka fjalën për këtë, po për diçka shumë herë më të thellë se kaq. Dhe vini re se si e thot këtë. Ta konsideroni një gëzim të madh o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, duke e ditur se po ndodh diçka. Dhe kështu dëgjoni këtu me kujdes. Ajo që unë di gjatë tyre sprovave dhe ndërsa këto sprova vinë, është ajo që bën gjithë ndryshimin nëse unë do të mbijetoj apo jo. Të gjithë ne mund të mendojmë për disa sprova që kemi kaluar, më vinë ndërmend njerëz që kanë kaluar shumë sprova, qofshin ato fizike, por edhe të fatkeqësive natyrore që kanë ndodhur edhe tani ndërsa ne po flasim. Dhe ata kanë një arsye për të pyetur paprit pak, si duhet të gjej gëzim në gjithë këtë? Cili është qëndrimi im? Cili është qëndrimi i duhur kur unë dhe ju kalojmë këto sprova në jetë? Tani kur unë mendoj për këtë gjë dhe për atë që thot Perëndia në këtë pasazh dhe bëj këtë pyetje, pikë së pari, ai thot, ta konsideroni një gëzim të madh. Më pas duket sikur e kalon temën tek mençuria. Por nuk e ndryshon temën, ja se çfarë thot. Në një mënyrë që unë ta kuptoj sprovën dhe ta kuptoj në atë mënyrë që të mund të kem një ndjesi të thellë gëzimi për brenda, pavarësisht se çfarë po ndodh, unë duhet të kem mençuri. Unë kam nevojë për mençuri që ta di se si ta shoh këtë. Pra, le të përkufizojmë mençurinë. Mençuria është thjesht kjo. Bibla na thotë që mençuria fillon duke e nderuar Perëndin. Mençuri është i shohësh gjërat, dëgjoni, nga këndvështrimi i Perëndis. Dhe pastaj të përgjigjesh në përputhje me parimet e shkrimeve. Nuk më mjafton që ti shoh gjërat siç i sheh Perëndia, por duhet të përgjigjem në atë mënyrë që më përshtatet me atë që jam si ndjekës i Jezusit dhe në përputhje me shkrimet e shenjta. Pra ti shoh siç i sheh ai dhe të ndjek parimet e shkrimeve që ai na jep neve. Dhe kur ne e bëjmë këtë, për shembull, mendoj se është shumë e dukshme që ne do të jemi në gjendje të vlerësojmë rrethanat tek njerëzit dhe do marrim vendimet e duhura. Do të jemi në gjendje të marrim vendime bazuar në përvojat e kaluara të jetës sonë, në situatën e tanishme dhe planeve që kemi për të ardhmen. Duhet të shohim në të shkuarën se si Zoti ka punuar në jetën tonë dhe në të shkuarën gjatë situatave të ndryshme. Por gjithashtu, ne duhet të bëjmë edhe pyetjen, nëse jam i mençur, çfarë do Perëndia që unë të bëj në këtë situatë të veçantë? Mençuri është i shohësh gjërat nga këndvështrimi i Perëndis dhe të përgjigjemi në përputhje me të. Pra, kur vjen puna tek këto sprova, ja se çfarë na thot nëse vini re, mënyrën se si ai e thot. Ai thot kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, pra ti di diçka. Ai thot duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri dhe qëndrueshmëria të kryej në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot pas si të met. Pra Perëndia ka një plan në jetën tonë kur kemi sprova. Shumë njerëz në gjithë kombin tonë që po kalojnë të gjitha llojet e vështirësive, problemeve, sprovave, humbjeve, vuajtjeve dhe dhimbjeve, ndonjëherë ndjejnë faj, që është faji i rrem, por ndonjëherë ndjejnë faj që është i përligjur. Tani, mençuria na jep ne mundësinë të përballemi me sprovat me besim dhe si fitimtar. Prandaj edhe ai thotë mençuri që, pra Perëndia na jep mençuri që ta kemi të mundur që të përballemi me këto gjëra dhe të dalim prej tyre, dëgjoni, të dalim të bekuar dhe jo të shkatëruar, të ndihmuar dhe jo të penguar, që të shpreh dashurinë e tij dhe jo mosmiratimin e tij. Pra çfarëdo sprove që po kaloni, s'ka as pak rëndësi se çfarë është, përshtatet me këtë, sepse ai thot sprova nga më të ndryshmet. Pra për disa çaste dua që të mendoni pak për pyetjen cili është qëllimi i Perëndis që i lejon këto gjëra në jetën tuaj. Tani e para është kjo gjë, që të thotë çfarë për të na provuar besimin. Tani dëgjoni me kujdes. Ai përdor këtu një fjalë në greqisht që mund të mos ketë kuptim për ju, por fjala është dokiminion, që do të thotë të miratoj. Dhe për shembull, po ti kthehemi një pjetrit 1 vargu 7, dëgjoni se çfarë thot ai. Në vargun 6 ai thot: për këto gëzoni ndonë se nëse duhet për pak kohë, tani duhet të trishtoheni nga prova të ndryshme. Trishtoheni prej tyre. Dëgjoni se çfarë thot. Që kështu prova dokiminion, që është prova e besimit tuaj,
që është shumë e çmuar nga ari që prishet, edhe pse provohet me zjarr, të dalë për lëvdim deri lavdi në zbulesën e Jezus Krishtit. Çfarë po thot ai? Thjesht këtë gjë. Ai thot: unë dhe ju mund të gëzohemi edhe kur kalojmë në për këto sprova të caktuara pra. Tani si mund të gëzohemi ne? Ai thot: duke ditur këtë gjë, që prova, që do të thot, kjo sprovë është prova që besimi juaj është i sinqert. Pra që besimi juaj, dëgjoni këtu, besimi juaj në sprovë që provohet se është i sinqert, është më me vlerë për ju se çfarë, se çdo lloj ari, metali të çmuar. Ai thot se s'ka me çfarë të krahasohet. Po ju bëj një pyetje. A mendoni ju se ja vlen që të kaloni një sprovë për Perëndin që të ndërtoni një besim të madh në jetën tuaj? Mund t'ju them që është e vetmja mënyrë. Ai thot që këto sprova të ndryshme, ai thot këtu, provojnë besimin tuaj. Ai nuk po teston besimin tuaj që t'ju tregoj se çfarë ka të gabuar në të. Por provimi i besimit është që dëgjoni, të bëhet gjithnjë më i fortë, sepse besimi i paprovuar është i pasigurt. Njeri që s'është testuar kurrë, që nuk është vënë kurrë në provë, nuk e di nëse ka besim apo jo. Janë provat dhe sprovat në jetën tonë që e ndërtojnë besimin tonë dhe e bëjnë atë ashtu siç do Perëndia. Pra, një nga arsyet e tij që lejon sprova në jetën tonë është që të ndërtojë besimin, por ka dhe një qëllim të dytë dhe është ky: që të provoj përkushtimin ton ndaj Krishtit. Për shembull, le të themi se keni një sprovë në jetën tuaj dhe Zoti e ka dërguar, dëgjoni, këtë sfidë në jetën tuaj për çfarë? Që t'ju provoj juve. Dhe t'ju a bëj të mundur të kuptoni se deri në çfarë pike jeni ju me shkallën e bindjes ndaj Perëndis. Dhe kur ndodh kjo? Nëse ai ju kërkon diçka në disa sprova, a do të thoni ju nuk më pëlqen? Zot nuk është ajo që do zgjidhja, por do të bindem ty pavarësisht gjithçkaje. E vetmja mënyrë që unë dhe ju të shohim se sa të bindur do të jemi, është kur bindja jonë vihet në provë, kur të ndohemi dhe vihemi në prova të ndryshme. Tani kur i shohim këto gjëra dhe kemi mundësinë për të bërë gjën e gabuar apo të drejtë, nga e dini ju se sa të bindur jeni ju, në çfarë shkallë bindje po qëndroni ju? Vetëm kur ju testoheni, vetëm kur ju viheni në provë, vetëm kur ju ofrohen alternativa ndaj bindjes. Dhe kështu ju mund të zgjidhni të bindini atij ose jo. Pra si rritemi ne? Ne rritemi duke vënë në provë besimin tonë. Rritemi në përkushtim ndaj Jezus Krishtit, duke marrë vendime të mençura në jetën tonë nën trysni. Pastaj, një nga arsyet pse na dërgon sfida në jetën tonë është, dëgjoni këtu, sepse ato i japin Perëndis një mundësi për të treguar dashurinë e tij ndaj nesh, të tregojë fuqinë e tij në jetën tonë dhe të tregojë përkujdesin e tij ndaj nesh, përkujdesin e tij të madhe dhe dashurinë ndaj nesh. Nëse gjithçka shkon siç duam ne dhe nuk ka sprova, vështirësi dhe probleme, e marrim Zotin për të mirë qenë. Kur luteni ju më shumë? Kur gjërat janë më keq. Dhe një nga arsyet që kemi për të qenë të mençur është të kuptojmë faktin se çfarë po bën ai. Ai po krijon një situatë në jetën tonë përmes së cilës ai na tregon, mund të t'i jap një punë që kanë kërkuar 25 të tjerë, por unë ta dhash ty. Mund të siguroj për nevojat e tua, kur ti nuk kishe asnjë ide se si mund të ndodhte kjo. Mund të shëroj ty kur të gjitha ato analizat të kanë dalë keq. Me fjalë të tjera, Perëndia ka në mendje diçka të mirë për jetën tonë, pavarësisht se cila është sprova. Kur Perëndia dërgon një sfidë ose lejon një, ai ka një qëllim të përjetshëm në mendje. Tani kur mendoj për të dhe për faktin që një nga qëllimet e tij është që gjithmonë të prodhojë një frymë të ngjashme me atë të Krishtit në jetën tonë. Ai e ka gjithmonë këtë qëllim. Ai dëgjoni këtu, për çdo sprovë në jetën tuaj dhe timen, ka një recetë hyjnore. Ai e di saktësisht se ku jemi ne, se ku do që të jemi ne dhe se si të na çojë aty. Dhe kështu, ai është duke punuar në jetën tonë. Mund t'ju them këtë gjë juve. Nëse do t'isha 25 vjeç, mund të shpërfillja shumë nga këto, por unë kam qenë në tokë shumë gjatë. Kam jetuar aq gjatë sa t'ju them juve që funksionon pavarësisht çdo gjëje.
funksionon për sa kohë që ne përgjigjemi me mençuri. Dhe nuk duam të fajsojmë dikë tjetër pavarësisht se ç'po ndodh. Duam të themi Zot, çfarë plani ke për jetën time? Ai po punon që të na bëj të ngjashëm me Krishtin. Tani, çështja është që të dallojmë përgjigjen e duhur. Unë do t'ju jap juve 10 gjëra dhe do t'ju inkurajoja që t'i mbani çnim. Nëse s'mund t'i shkruani, i thoni dikujt që keni afër. Sepse do t'ju duhen. Numri 1. Tani dëgjoni se çfarë thot ai. Ta konsideroni një gëzim të madh kur ju e gjeni veten tuaj në këto lloj provash të ndryshme. Ja një pyetje të cilës do t'i përgjigjem. Kur mund të gëzohem? Çfarë duhet të besoj që të gëzohem në këto vështirësi? Numri 1. Duhet të besoj që Perëndia është në kontroll të kohës dhe të intensitetit të provës time. Nëse duhet të jem në gjendje të ecë përmes tyre si fitimtar, duhet besoj që ai është në kontroll të kohës dhe intensitetit të provës time. Që asgjë nuk ndodh pa e ditur ai. Numri 2. Që ai ka një qëllim specifik për provat tona. Po, ai ka vërtet. Edhe nëse e dërgon apo e lejon atë, ai ka një projekt në mendje dhe një qëllim të qartë në mendje për atë që po bën. Prandaj duhet ta besoj këtë gjë. Duhet të besoj që ai është në kontroll, duhet të besoj që ai ka një qëllim. Dhe së treti, unë duhet të besoj që kjo provë është projektuar që të arrijë një nevojë specifike në jetën time. Për shembull, kur ju luteni, nuk luteni kështu Zot thjesht më beko mua. Ju luteni për diçka specifike. Perëndia nuk dërgon apo lejon sprova në jetën tonë kuturu. Ai ju njeh juve, ai e njeh qëllimin e tij, ai njeh synimet e tij, ai e di se çfarë doni që të arrini në jetën tuaj. Prandaj e ka projektuar që t'ju përshtatet. Për shembull, nëse ju, zonja, doni të qepni një fustan, ju nuk thoni bëje sa më të madh që të duash. S'do ta thoshit këtë gjë. As ju burrës do thoshit masën e kam 41, por më jep një me mas 62. Ju do doni që të projektojë për ju. Dëgjoni, Perëndia i projekton provat për t'ju përshtatur qëllimit të tij në jetën tuaj. Prandaj s'më bën dobi që të ankohem dhe të pshereti për këtë. Numri 4. Sprovat do të provojnë se janë të mira, nëse unë përgjigjem me besim. Do të provojnë se janë të mira për mua nëse përgjigjem me besim. Nëse nuk përgjigjem me besim dhe synim, çfarë ndodh? Unë përfundoj duke shpërdoruar hidhërimin, dhimbjen dhe lëndimin duke mos përfituar asgjë. Dhe pastaj sigurisht, sprovat mund të më forcojnë besimin. Duhet ta besoj këtë gjë. Nëse nuk mendoj se sprova do të më ndihmojë mua, të më forcojë mua, të zhvillojë në mua një ngjashmëri me Krishtin, të më mundsoj që të jem një shërbëtor më i mirë për Perëndin. Atëherë nuk kam për të përgjigjur drejt dhe nuk kam për të bekuar. Me fjalë të tjera, nëse do të përgjigjem me mençuri, duhet të besoj këto gjëra. Dhe sigurisht, duhet besoj që sprova është një mundësi për të treguar këmbgulje nën presion. Sepse një nga dëshmitë më të mëdha është kur dikush ju sheh ju të esni përmes provave shumë të vështira në jetën tuaj dhe ndërkohë që të tjerët mund të qajnë, të ankohen dhe të rënkojnë, ju keni një besim të qëndrueshëm. Ju esni përpara, nuk mbeteni pas, keni shumë vetbesim, jeni shumë të sigurt, mund të qani për brenda, por nga jashtë keni një këmbgulje që është e dukshme, që është shumë e qartë për të gjithë. Nëse unë si besimtar e besoj me të vërtet që Perëndia do t'i përdor këto gjëra në jetën time për diçka të mirë, atëherë unë do mund të këmbgul, do të kem mundësi të ecë përpara me vetbesim. Dhe pastaj sigurisht, unë duhet të besoj që kjo sprovë do të zhvillojë një natyrë si të Krishtit në mua, që e tham pak çaste më parë, që është qëllimi i tij. Nëse unë e besoj atë, dëgjoni këtu, ju po kaloni diçka shumë të dhimbshme. A besoni ju që Jezus Krishti po e përdor këtë për t'ju bërë të ngjashëm me të, t'ju rrisë juve, të ndërtoj besimin tuaj, t'ju transformoj juve, t'ju pajis juve për diçka në të ardhmen? Nëse nuk e besoni këtë, s'keni për të përgjigjur siç duhet. Por nëse i besoni këto gjëra, pavarësisht se çfarë po kaloni, ju keni për të dalë triumfues. Pastaj, mendoj se duhet të besoni që kjo do t'ju ndihmojë të masni se deri ku jeni në ecjen tuaj shpirtërore me Zotin. Sprovat na ndihmojnë që t'i matim gjërat. Herën e fundit që pata një sprovë, çfarë bëra? Rënkova, e u ankova dhe qava?
Disi këtë herë pata një ndjesi qetësie, gjaktësie, paqe dhe sigurie në jetën time. E pse? Sepse Zoti po ju rrit juve. Perëndia po ju maturon. Perëndia po punon në jetën tuaj. Me fjalë të tjera, çfarë po bën? Ai po ju bën ju njeriu që projektoi të ishit. Perëndia po punon në jetën tuaj. Dëgjoni këtu. Kjo nuk do të thotë që ju sjeni më të ndjeshëm. Kjo nuk do të thotë që sjeni më të ndjeshëm ndaj të tjerëve, por do të thotë që gjërat që po kalon dhe që dikur të trazonin s'ju trazojnë më, sepse Perëndia ju ka provuar juve tashmë që do t'ju kalojë përtej kësaj pavarësisht gjithçkaje. Dhe sigurisht, ju do të gjeni gëzim vetëm nëse besoni që Perëndia do të ecë me ju përmes asaj situate dhe do të përmbush diçka të mirë në fund. E besoni që ai është me ju? Prandaj dhe thash më parë që kur dikush thot, unë jam i dëshpëruar dhe ata qajnë dhe lutojnë në dëshpërim, nuk dinë se çfarë të bëjnë. E po ku është Jezusi? Nuk po them që duhet të jeni të pandjeshëm ndaj dhimbjes dhe lëndimin. Po unë thjesht po them këtë gjë. Cila është përgjigja e mençur? Përgjigja e mençur është Zot, nuk më pëlqen. Kjo ju mund të pyesni, mund t'i thuash Zotit që s'të pëlqen diçka, po mund t'i thoni gjithsesi ai e di tashmë. Ai e di se çfarë nuk pëlqeni, që jeni të lënduar, e njeh çdo dhimbje që keni, ai e di çfarë do të ndryshonit dhe e di që për momentin nuk e pëlqeni atë. Kjo nuk e shqetëson atë. A e dini se çfarë bën ai? Ai vazhdon ta mbajë presionin që të thyejë ato vullnet kokfor derisa të uleni poshtë dhe të thoni mirë Zot. Ndonjëherë është e çuditshme kur ju mendoni se sa i duruar është ai, që s'ka rëndësi se çfarë mendoni dhe si ndiheni. Ai e di shumish çdo të bëj. E dini pse mendoj që shpesh Zoti mund të qesh? Sepse ndodheni këtu duke u ankuar dhe qarë, kurse Perëndia e sheh këtë gjë të mrekullueshme që do të bëjë në jetën tuaj dhe ai fillon të sjell ngadalë aty. Dhe ai e di që kur të arrini aty, ju keni për të thënë faleminderit që nuk i dëgjove lutjet e mia. Faleminderit i dashur Zot që nuk bëre atë që doja unë. Sepse ja cila është arsye. Ai ju do shumë juve që t'i dorëzohet ankesave tuaja, ndërkohë që ka diçka të mrekullueshme për ju. Pastaj sigurisht, ju do të besoni që me anë të hirit dhe fuqisë së tij keni për ta kapërcyer atë gjë. Nëse i besoni këto 10 gjëra, ju keni mençurinë të përballeni me çdo gjë që Perëndia mund të lejojë në jetën tuaj. Tani, pyetja është kjo: si do të përgjigjeni ju? Sprovat janë aty, ato do të vinë dhe kanë për të rritur. Nëse kujtoni që kur gjërat bëhen gjithnjë më të vështira, ai ka diçka gjithnjë edhe më të mirë dhe jo më të keqe për ju. Çështja është se si i përgjigjem unë sprovave, dhimbjeve, barrave dhe gjërave që Perëndia lejon në jetën time, që kur ai t'ju çojë në atë pikë të jeni të pajisur dhe të jeni gati që ndikimi juaj dhe aftësia që keni në jetë dhe dëshmia e jetës tuaj të peshojë në jetën e dikujt që ka dëshpërimisht nevojë për ato që ju dini. Ju mund të thoni, po unë nuk jam as besimtar. Unë në fakt nuk jam, mos më fol për këtë gëzim. Unë s'jam as besimtar. E kuptoj shumë mirë këtë. Më lejojnë t'ju bëj një pyetje. Kur kaloni këto sprova, çfarë keni? Ju mund të thoni, kam nënën, babain, miqtë e mi. Çfarë mund të bëjnë ata për ty? Mund të bëjnë këtë dhe atë. Po kur vjen puna tek gjërat kritike, ka disa gjëra për të cilat askush s'mund t'ju ndihmojë. S'mund t'ju mbajnë gjallë as një sekond më shumë, por Perëndia mundet. Ka situata dhe rrethana në të cilat ata s'mund t'ju mbrojnë ju, sepse nuk gjenden aty. Tani unë mund t'ju përmend juve me mira gjëra. Gjëja më e rëndësishme në jetën tuaj është marrëdhënia personale me Jezus Krishtin. Kjo fillon kur ju i kërkoni që t'ju falë për mëkatet tuaja, të besoni në vdekjen e tij në kalvar dhe t'i kërkoni atij që të vijë në jetën tuaj dhe t'i dorëzoni jetën tuaj atij. Atëherë ju keni atë. Ai është me ju, në ju, dhe teksa esni me mençuri me të, Perëndia do të kujdeset për të gjitha gjërat për të cilat ne folëm. Pra çfarë zgjedhjesh keni? Ja se çfarë zgjedhjesh keni. Të esni vetëm, ju mund të thoni nuk jam vetëm, kam gjithë ata njerëz. Jo, këtë e keni vetëm përkohësisht. Jo ose keni një jetë në Krishtin ose nuk e keni. Gjëja më e mençur që mund të bëni në këtë çast është t'i kërkoni Krishtit të vijë në jetën tuaj dhe t'i thoni atij se e dini që ju e keni katranosur fare. Nuk keni pajisur vërtet për të jetuar një jetë perëndishme.
Nuk keni të pajisur as për të bërë një jetë të lumtur, një jetë në paqe. Por rreth nesh ka shumë njerëz që kanë këtë gjë apo atë gjë apo një tjetër. Kanë lloj-lloj fame dhe populariteti dhe çdo gjë tjetër. Po kur shkojnë natën në shtëpi, shtrihen për të fjetur dhe fikin dritat, e dini çfarë? Ata ndihen të mirë. Dhe nëse nuk ndihen të mirë, ndihen të shqetësuar. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Dua t'ju pyes ju si besimtar. Çfarë keni ju që keni me të vërtetë, që ju e zotroni vërtet, të cilës mund të besoni vërtet, tek e cila mund të vendosni besimin, dhe që s'mund ta humbisni në një çast? Asnjë gjë. Nëse keni Jezus Krishtin, ju keni gjithçka dhe kjo është lutja ime për ju. Po atë unë lutem që fryma e shenjtë të zgjojë zemrat e njerëzve që po na dëgjojnë dhe që po na shohin gjithashtu, të cilët janë mashtruar të besojnë se janë mirë, kur e vetmja shpresë e qiellit është Jezusi, kur i vetmi mik i vërtet përfundimtar dhe i përjetshëm është Jezusi, i vetmi që mund të kujdeset për çdo fushë të jetës sonë është Jezusi. Jepu atyre mençurinë e thjesht për të thënë po, teksa e dëgjojnë këtë mesazh. Dhe ne të falenderojmë për këtë në emër të Jezusit. Amen.